Gëzohem që të shikoj përsëri mikesha ime. Më mban mend. Si guxon ta më quash mikesh? Mos u përpish të përdorësh magjin tënde kundrejt meje, Griffin. Është e kot. Gjatë dëbimit tim në dimensionin Omega u bëra i pathyeshëm dhe i plot fuqishëm ndaj gjithçkaje. Kjo është shkolla ime, Valtor. Largohu që këtu. Më fal, Griffin. Tani ja pun urdhrat në kështjellën e reve. Çfarë po bëni ju këtu? Kjo nuk është më shkolla juaj. Në fakt ka ndodhur ndryshime. Kjo është shkolla jo. Valtor! Griffin është e burgosura ime. Rezistenca është e kot. Bashkohuni me mua. Pranojeni shenjën e Valtorit. Kështjella e reve dhe sekretet e saj që ishin të tua tani më përkasin mua. Shija e fitores është e ëmbël. Ke për të ma paguar këtë, Valtor, ndërsa ju tre tradhtare do ta paguani siç ju takon. Bla bla, po si gjithmonë ndërdëllisja jote të lodh. Ato janë tradhtare, ashtu si ishe edhe ti, Griffin. Kjo s'është e vërtet. A, vërtet? A nuk ishim ne që luftonim së bashku në komandën e 3 sërgjysheve, mamate të gjitha shtrigave? Së bashku ne mësuam artët e errta që të sundonim me frikë. Do të sundonim të gjitha mbretëritë e universit magjik. Por, derisa ti u largove për të bashkuar me armiqtan më të këqij, shoqërinë e dritës, nga të cilët unë pësova humbjen më të madhe. Unë thjesht ndoqa ndërgjegjen time. Doja të shlyeja gabimet e së shkuarës. Ti ishe një tradhtare, Griffin, prandaj do të mbyllesh në përjetësi. Ti e para që do të shkatërohesh, pastaj do të merre me tjerët. Nuk do të ndaloj derisa i gjithë shoqëria e dritës të shkatërohet përjetësisht.